E quajnë një paqëndrueshmëri të kontrolluar, një relike e historisë pas luftrave shkatruese të ish Jugosllavisë dhe një gjendje shpirtërore e popujve që jetojnë në Ballkanin Perëndimor në një klim tensioni të vazhdueshme e madje pakënaqësisht të forta nacionaliste që vlojnë nën vete, sot më shumë se kurrë. Ai rrezikon që të kthehet në një destabilitet shpërthyes që nga mesi i viteve 90 dhe për Prishtinën që nga vitet 2000 në Serbi, Bosnjë, Kosovë dhe më gjërë, mosmarrëveshjet e pazgjidhura ose të panjohura mbi sovranitetin dhe urrëtitjen etnike e kanë mbajtur gjithnjë rajonin në një gjendje alarmi të vazhdueshme. Tani rrezikohen të hidhen në erë të gjitha përpjekjet e perëndimit politike dhe ushtarake për të qetësuar vendet e kërcënuara nga grindjet etnike. Asnjë nga të mbijetuarit e luftrave ballkanike, fëmijët dhe niprit e tyre mund të imagjinojnë se do të rikthehen tek sulmet me armë ndaj njëri tjetrit, shtëpi më shtëpi, se do të rinis grumbullimi i burrave, grave dhe fëmijëve për t'i pushkatuar së bashku. Megjithatë, politikanët dhe nacionalistët në tre vendet po bëjnë një përpjekje të madhe për t'i hedhur zjarrit benzinë dhe për të nxitur konflikte të reja. Ne ta fillojmë nga Bosnjë Hercegovina, ku Milorad Dodik, lideri i Republika Srpska me origjinë serbe dhe pro-rus, po e vën në rrezik paqen e prish duke nxitur në parlamentin lokal miratimin e një kushtetute të re, e cila nuk njeh më atë kombëtare trepalshe, duke shkelur vendimet e marrëveshjes së Daytonit të vitit 1995. Në atë kohë, fuqia e ashpër dhe diplomacia e SBA-s ndihmuan në frenimin e dhunës në një kohë kur hegemonia perëndimore ishte në kulmin e saj. Rusia, u udhëhequr nga presidenti i atëhershëm Boris Yeltsin, u rreshtua me NATO-n, ndërsa Kina mbajti një pozicion neutral. Në shkurt të këtij viti, Dodik u dënua në shkallën e parë me 1 vit burg dhe 6 vjet ndalim nga mbajtja e posteve publike me akuzën e shkeljes së kushtetutës. Më 12 mars për të është lëshuar një urdhër arresti, por nga Banja Luka i thotë se nuk ka ndërmend të dorëzohet, dhe nëse policia e Sarajevës do të shkonte ta merrte, pasojat do të ishin vërtet të paparashikueshme. Nga njëra anë po nxit shkëputjen, duke miratuar ligje që bllokojnë operacionet e policisë dhe e gjyqësore të urdhëruara nga shteti, duke krijuar një gjyqësor paralel dhe miratuar një regjistër mbi agjentët e huaj që një lloj si në Rusi synon të godasë shoqërinë civile, por rreziku më i madh i veprimeve të tij është rindezja e një lufte. Dodik mbështetet nga Moska dhe ai besonte se do të tolerojë për teprimet e tij nga administrata e Donald Trump, por u sulmua nga sekretari i shtetit Marco Rubio, që i quajti një nga të rrestar. Pastaj vatra tjetër e nxehtë është Beogradi. Prej qytetit serb është skena e demonstratës më të madhe që nga Ronea Milošević, ose të paktën ashtu duket. Në 10 mijëra opozitar protestuan kundër qeverisë Aleksandar Vučić. Për ta nuk mjafton dorëheqja e kryeministrit kukull Miloš Vučević. Në fakt, tu nuk bëhet fjalë për nacionalizimin e pasluftës. Protesta nisi me studentët pas akuzave për manipulimin e zgjedhjeve të 2023-shit. Me kalimin e muajve, tubimet e të shtunave pasdite kthyen në një platformë gjigande kundër korrupsionit, duke akuzuar Vučić për ushtrimin e një pushteti autokratik. Ajo është zgjeruar në një val të madh mospajtimi dhe zemrimi publik, që Kurçatia e sapo rindërtuar e stacionit të trenit në Novi Sad u shemb në nëntor 2024 duke vrarë 15 njerëz. Kapitulli i fundit në skakierën ballkanike shpërthyese është Kosova. Udhëheqësi Albin Kurti vazhdon të shpërfillë marrëveshjet e arritura me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, krijimin e një asociacioni të komunave me shumicë serbe në veri të vendit. Nga ana tjetër, Beogradi po nxit destabilitetin përmes pakicës serbe në vend 2 vite më parë, dhe pastaj për muaj të tërë pati përleshje shumë të rrezikshme, lagosje mes forcave të NATO-s të drejtuara nga Italia. BE-ja e ka ringjallur politikën e saj të zgjerimit në Ballkanin Perëndimor, por pa ushtruar një presion real. Është e vërtetë që tani është zhdukur frika e zgjerimit të luftës përtej Ukrainës, por Ballkani Perëndimor mbetet një vatër zjarri e mundshme. Hapi i parë është sot. Policia serbe ka premtuar se do të kryejë arrestime masive dhe nuk e ka kursyer dhunën ndaj studentëve. As Trump ende i pa angazhuar në rajon, dhe as Rute, i cili vizitoi së fundmi Bosnjën, mund të garantojnë kontrollin e forcave që kanë dalë tashmë jashtë kontrollit.